18 vite më parë, një shpërthim i fuqishëm tronditi Shqipërinë dhe jetën e banorëve të një fshati të vogël pranë Tiranës. Fshati quajtur Gërdec u fshi pothuajse nga faqja e dheut brenda pak sekondash. Shpërthimi i municioneve la pas 26 viktima dhe qindra të plagosur, ndërsa shtëpitë dhe lagjet u shkatruan plotësisht. Tragjedia preku çdo familje në fshat dhe ndryshoi përgjithmonë fytyrën e komunitetit. Sot, 18 vite më pas, Gërdeci duket më i qetë. Por çfarë ka mbetur nga jeta që dikur lulëzonte këtu? Si e kanë rindërtuar jetën ata që kanë mbetur? Pas 18 vitesh, këto që kanë ngel jetojnë mirë, nuk jetojnë keq. Punojnë gjithë, unë vetë jam pensionist. S'kam shbe tjetër, ke shtëpia shtëpiake. Ka një problem fshati? Se u bë një rrugë, na e prishën, futën ujnat e zeza, futën këtë 20. Edhe na e kanë lanë. Tjetër e ble makinë me lek, kap gurin, aja fut një kalamanin e gjëni. Nuk e rregullon ashtu si duhet këtë, s'kemi gjë tjetër. Pavarësisht përpjekjeve për të rikthyer normalitetin, fshati sot numëron shumë pak banor vendas. Unë jam me qera, unë tani kom atë ka i vit. Pra që mirë, mami, unë jam nga mërtaneshi, edhe kom bërë nga mërtaneshi. Një vit ka, po më thonë, kështu më mirë si më fshat. Rruga është e qetë, por zhurma e fëmijëve dhe zërat e tregimeve të dikushme janë të rrallë. Mbi lagjet e rindërtuara ende rëndon kujtimi dhimbshëm i asaj dite, kur toka dridhej nga shpërthimi dhe gjithçka u përmbys. Për shumë banor të mbetur, përpjekja për të vazhduar jetën është një sfidë e përditshme. Ujë të mjaftueshëm, punë dhe kujdes për familjen. Po ka shpenzime, kom kalamajt, i qoj në shkollë me pare, do me thonë ujtë me leke, gjitha me pare. Pra, probleme ka. E një ka emigruar, punë nuk ka. Përveç banorëve të mbetur, shumë familje të tjera kanë ardhur nga zona të tjera të Shqipërisë, duke u përpjekur të rindërtojnë jetën në një vend ku kujtimet e tragjedisë janë gjithnjë të pranishme. Janë ndindur kanë ardhur nga Malësia, nga Veriu, kanë ardhur këtu, vendalit prapë, kanë investuar. Këtu është zona që u bëha dhe Gërdeci, ka është për të Gërdeci. Kjo përzierje e banorëve të vjetër dhe të ardhur të rinj krijon një atmosferë të veçantë. Një komunitet që mëton të ringrihet, por ende mban plagët e të shkuarës. Rruga drejt normalitetit ka qenë e gjatë dhe shumë e vështirë. Shumë nga banorët e dikurshëm që përjetuan shpërthimin personalisht nuk e gjetën dot forcën të ktheheshin. Ikna të hajë për shpërthimit, mo. S'kan faj pa hajtë, mo, që të bësh. Jetë e vështirë. I muaj e ca kam net në spital, mas ne kam net 3 muaj gëca tezës, maminas. Ishim 2 ca për pleqë, të 2 vëra, mo, sa ka të u. Hajtë, mo, shpërblime jons më dhanë, asi jons ka morë, asi 5 lekësh. S'kisha kusht me kërkujte. Kusht je këto murë, kusht nuk je, s'murë gjam. Qoftë për atë hajra, inshallah. Këtu nuk bëhet fjalë për një histori, për shtëpi të rindërtuara, apo rrugë të rregulluara. Është historia e banorëve që humbën gjithçka dhe mbetën me kujtime dhe plagë të hapura. Edhe pas 18 vitesh, disa të moshuar ndihen të lënë pas dore, pa mbështetje nga shteti, duke u mbajtur mbi pak kënaqësitë e së kaluarës dhe një pensioni modest, që shpesh është i pamjaftueshëm. Kom një 5 kalamaj që vjen në shkollë, ai fugoni na merr 60 lek mujët. Ani këtu kom shpinë, këtu më thonë. Me thonë drejtën që unë kom i pension të vogël, pensioni 200.000 lekë. Ma i këtë lopë sa me hoj që i qumë shkalemajtë. Unë jam shqipjake, jam invalide.
Vetëm me shtëpi, asgjë tjetër. Çfarë problemi ka Gërdeci sot? Puna rrugës është diçka. Rinia ka zgjedhur të largohet për të kërkuar një jetë më të mirë, duke lënë pas një fshat që ka nevojë për projekte zhvillimi dhe mundësi ekonomike. Banorët e mbetur përballen me realitetin e një komuniteti të vogël dhe me sfidat e një vendi që po përpiqet të ringrihet. 10 prit kanë ngelur, prit kanë hik, s'ka. Eksaktësisht se di. Fshati është i përshtatisur. Rinia ka emigruar. Punë nuk ka. Rrugë deri diku të rregullume. Në kohën e BD-s në rregullu të rrugët. Tonë, se tash kjo bashkia është qikse më vonuar për këta punë. Nuk ka bërë shumë investime. Ndodhemi në vendin kur dikur ka qenë fabrika e demontimit të armëve, në epiqendrën ku ndodhi shpërthimi që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e banorëve të Gërdecit. Tani nuk ndodhet më fabrika, por një plak përkujtimore për të gjithë viktimat. Gërdeci sot jeton mes kujtesës dhe përpjekjes për normalitet. Banorët e mbetur përpiqen të rindërtojnë jetën e tyre ndërsa vendi kujton 15 marsin e vitit 2008 si një nga tragjeditë më të rënda të historisë moderne. 18 vite më pas, plagët janë pjesërisht të shuara, por kujtimi mbetet i gjallë, një fshat që mban kujtimin e dhimbshëm dhe shpresën se një ditë jeta do të kthehet plotësisht në normalitet.